njeriu me fjalë besimtare duhet të jetë njeri i pasur? Duhet të jetë njeri i pasur? Gjithsesi, muslimani mund të jetë njeri i pasur, por më lejo ta ndërlidhë këtu prapë. Në shariatin islam, në fenë islame, ndërlidhen ngushtë i varfëri me të pasurin. Ne po flasim për jetën e përditshme, për ndryshe nëse shkojmë premisat të ngushta të fesë. Allahu është ai i cili i lën njerëzit të varfër, thash mund të jetë faktori i qiell, i jashtëm, i jo në dorë tonë. Zami, ne bojna punën, jemi punëtor. Por ka që është risku, ka që është Allahu çon fortuna, çon bresher, çon thatësit më dha, të lutem, çon luftra, ndodhin edhe populli bëhet i tërë i varfër dhe njëri të më lehtë. Por megjithatë, pra Allahu është ai i cili ndan rrezikun e njerëzve, por megjithë në anën tjetër i ndërlidh të pasurit me të varfërin. Pse Zoti ka caktuar zakatin? Dhe pse në mesin e zakatit, që është shtyllë e dytë e fesë mas namazit, natyrisht shahadeti i parë i besimi atje, shtyllë e dytë. Pse ka caktuar zakatin? E që është pasuri, kujna mi dhanë atë? Mi dhanë fukarave, mi dhanë të varfërë, njerëzë nevojtar, të cilët i ka sprovuar Zoti me varfëri. Pastaj me menaxhu e mirë pasurinë shtetërore, pasurinë shoqërore. Ata sillin shembull më lejo. Shkon një varfër te profeti alayhi salam, man ku me lyp, e ne kemi problem të madh. Edhe kemi varfëri ekstreme, kemi pasuri ekstreme, ama kemi edhe dembeli ekstreme. Edhe keq menaxhim ekstreme. Dhe tonë kemi ekstreme. Shkon ai në një shok i pejgamberit të varfën, ta të pi diçka, nuk kam, nuk ke, më pranzën shokëve. I thot, çka ke të shtëpia jote? Thot, asgjë nuk kam të shtëpia ime. Pas një plaf, një çarshaf, një qëllëm, një që e shtroj që aty, po, e shtroj, edhe kam një anë ku të përgatiti ushqim nga pak. Tha shko bëri të dyjat. Dhe i prune, nuk po di që ka bëhat. Edhe për dhe shokët vetë, kush e blen këte? Një anë tha, une, sa jep ti? 1 dinar. Jo. Tjetër kush a ka që e shtën? Tha, po një jepi 2 dinar. Mirë, merreti. Tha, këti merri 2 dinar. Me 1 dinar, shka blej ushqim familjes tande. Me 1 dinar tjetër, shka blej një sapat dhe paja të one këto. A nuk përdin që ka bëhat, shka blej të sapatën, i blej të familjes bukila me 1 dinar, e mori sapatën dhe i rrë të profetit, tha që kjo sapata. Tha që, me rrekit sapat, shkon mal. A në pse mal në Arabi, probleme gjithë që shkret të tirë, por me gjitha të mundohu me gjithë dru, 15 dit nuk du me të pa. Mas 15 dite, eja të one këto. Shka mërë dru të thata, bënja qarën veti, delshite dhe eja të one. Mas 15 dite, erdhe aj, sepse ishte urdhër i profetit, do të marrë mas 15 dite, erdhe, kur erdhe aj? Gjatë tyre 15 ditve, për i bojnë gjepat rak me pare, ju ka mu gjepi para atina. Aj sopatën, aj ka ble teshat mira, aj ka ble atë plakë, sigurisht i ka siguruar dhe ushqimin familjes. Dhe pejgamberi tha, shef, tha, më mirë është njeriu me marrë 1 litarë, tha, thani ti të njohur, e me dalë malë dhe sopatën, me më përprej dru, e me i lidhe me pru poshtë në qytet me i shit, se sa me i lip njerëzve, i japin apo nuk i japin njerëzit. Pra, lejo, edhe të këne, kemi varfërinë në Shqipëri dhe në Kosovë mirë, i jep shteti social, ndihmë sociale, i jep qytetarëve. Unë për veti, po të kisha ndorë, nuk e kësha dha njerëzve ashtu me nejtë kokërshpinës në njërë parazite, sepse kërjen shëqërinë edhe me parazite, por ty t'i jepi që ofte i 100 euro në mujtë, ama ki marrë punu 2 orë në ditje, nuk kom punë, unë e gjej punë sekretar komune, apo sekretar një bashkijet vogël, apo i shtetit, ki me dalë në pasru rrugën, ki me dalë në pasru malin, ki me dalë atje me kry punë, të cilat unë të caktoj ty, qofte edhe ka 2 orë në ditje, mënyrë që me mësuate, mës me nejtë parazit kokërshpinës, sahisht do të mi dhanë njerëzve grave, pleqve, njerëzve që janë me të meta sociale, njerëzve që kanë smundje tjirë. Po, që janë të pamundur. Po, mirë, po.